ndërtuar disa herë, si thua ka qenë bankomati i qeverisë, ashtu siç kanë qenë jo vetëm ajo rrugë, në fakt bankomati i qeverisë, por ka qenë edhe rruga e Arbërit, bankomati i qeverisë, ka qenë edhe ajo pjesë e mbetur e pandërtuar e autostradës Tirana-Elbasan përgjatë viteve 2014, 2017, 2018 dhe pothuajse edhe rrugët e tjera, të cilat janë rrugë rurale që ne nuk i dimë, por që sot kanë dalë faqe gjithëve se janë rrugë të ndërtuara vetëm sa për sy faqe, janë si fotografi revistash në momentin kur inaugurohen dhe më pas kur bjen në kontakt me, si thua, me agresionin e parë të natyrës, ato zhbëhen totalisht. Agresion fjale madhe, sepse shëmbjet në ato rrugë kanë ndodhur edhe me ca pika shiu. Edhe me ca shpinë, se edhe mirë e këtë, agresion është këtë pagjetër. Dhe thjesht me një përgdhelje, me një qërtim të natyrës. Një puhiz natyrore. Vetëm qikosh unazën e Borrelit. Sot. E inauguruar para pak muajsh. 1.4 milion euro ishin? Mbi 1 milion euro, një rrugë e cila është me 2 kalime, inauguruar para pak muajsh, është qarë, dhe është qarë aty ku sta mërmendja, do të thotë se duket sikur ato miliona euro janë hedhur për ta prishur atë rrugë, domethënë më shumë ka funksionuar prishja se sa ka funksionuar ndërtimi i saj apo si thua rregullimi i qarkullimit të qytetarëve dhe të banorëve. Duhet të konsideruar se kur ministrat të cilët janë në ndjekje penale, kur qeveria ka ndërtuar barriera për ta, barriera ndaj spakut, por qeveria ka ndërtuar edhe barriera ndaj parlamentit. Ne mbajmë mend një debat, ka qenë bërë një debat në 2011-ën. Një debat i cili vazhdon ende sot, për vonesën e paraqitjes së prokurorit të disa oficerëve të gardës. Për të cilët është bërë hetim, është bërë gjyq, kanë bërë dhe burg disa prej tyre dhe ende vazhdo të debatohet për atë gjë. Ndërkohë që qeveria kryeministri sot është bërë barrierë për zëvendësin e vet, zëvendës kryeministrin. Është bërë barrierë për një vendimarrje nga parlamenti. Po përmes së cilës synohet që të bëhet barrierë për hetimet në fakt. Hetimet të cilët duket qartësisht se nuk ndalen vetëm tek zëvendës kryeministri Balluku, por shkojnë me tutje, shkojnë tek kryeministri. Dhe kjo do të thotë se në këtë moment ne syt e qytetarëve nuk mund të drejtohen më nga qeveria e tyre për të zgjidhur problematikat të cilat kryqëzohen edhe me problematikat e natyrës apo problematikat e menaxhimit. Ata duhet të gjejnë një zgjidhje për te qeverisë. Sepse është krejt e pamundur që të akomodohet një zgjidhje në favor të qytetarëve prej një qeverie e cila ka ndërtuar këtë strukturë të menaxhimit apo këtë strukturë të qasjes apo të zhvillimit të alternativave për t'i shkuar në ndihmë qytetarëve. Kolegu Romir Saraçi djem fakti quajti nuk e quajti keq menaxhim, keq qeverisje e quajti kriminale atë që po ndodh. Dhe viktimat po vinë. Më ndihmo pak të lutem Elkier, është shënuar viktima e parë e